Ushqimet që duhet t'i shmangni në vapë ekstreme, ngarkojnë zemrën dhe enët e gjakut. Gjatë verës, zgjidhni ushqime të lehta për t'u tretur, me pak kalori dhe të freskëta. Shmangni sasitë e tepërta të kripës, sheqerit, yndyrës dhe alkoolit, sepse të gjitha këto e ngarkojnë shtesë zemrën, rrisin tensionin e gjakut dhe mund të shtojnë rrezikun për incidente kardiovaskulare, sidomos te pacientët kronik dhe personat e moshuar. Gjatë muajve të verës, temperaturat e larta mund të ngarkojnë shtesë zemrën dhe enët e gjakut, veçanërisht të personat që tashmë vuajnë nga tensioni i lartë apo probleme të sistemit kardiovaskular. Pikërisht për këtë arsye është me rëndësi t'i kushtohet vëmendje ushqimit. Disa produkte mund të kontribuojnë në mbajtjen e lëngjeve në organizëm, rritjen e tensionit dhe madje edhe në shtimin e rrezikut për infarkt. Ja cilat ushqime duhet t'i shmangni ose t'i konsumoni në sasi shumë të vogla gjatë verës, ushqimet shumë të kripura. Kripa, natriumi, mban lëngje në trup dhe rrit tensionin e gjakut. Gjatë verës kjo mund të jetë veçanërisht e rrezikshme, sepse trupi tashmë humb elektrolite përmes djersës, ndërsa ngarkesa shtesë për zemrën mund të shkaktojë probleme. Shmangni prodhimet e mishit të tharë, suxhuk, prosciutto, djathërat e kripur, feta, kaçkavall, trapist, supat industriale dhe ushqimet e gatshme instant, chipsat dhe ushqimet të ngjashme për grimcim. Ushqimet e yndyrshme dhe të fërguara. Ushqimet e yndyrshme dhe të skuqura. Ushqimet e pasura me yndyra të ngopura rrisin nivelin e kolesterolit të keq dhe kontribuojnë në bllokimin e enëve të gjakut, që në kombinim me vapën mund të shkaktojë probleme serioze të zemrës. Shmangni patate të skuqura, pulë të fërguar, petulla të skuqura, ushqim të shpejtë, hamburger, byrek, pica me djath të yndyrshëm, ushqime të përgatitura në vaj të thellë, sheqernat e rafinuara dhe ëmbëlsirat. Sheqernat e rafinuar dhe ëmbëlsirat. Gjatë verës, organizmit i duhen ushqime të lehta dhe freskuese, ndërsa ëmbëlsirat e ngarkojnë pankreasin dhe mund të shkaktojnë luhatje të menjëhershme të sheqerit dhe tensionin. Shmangni ëmbëlsira me krem, torta, petulla të mbushura, pije të gazuara dhe energjike, akullore me shumë sheqer dhe aditiv artificial. Mishi i kuq në sasi të mëdha. Mishi i kuq tretet ngadalë dhe është i pasur me yndyra të ngopura. Në verë, kur organizmit i vështirësohet rregullimi i temperaturës, ky ushqim mund ta lodhë edhe më shumë trupin. Kufizoni konsumimin e mishit të derit, qengjit, viçit, veçanërisht pjesët e yndyrshme apo të skuqura. Alkooli. Shumë njerëz zgjedhin alkoolin si freskim gjatë mbrëmjeve të verës, por ai në fakt dehidraton organizmin, zgjeron enët e gjakut dhe mund të shkaktojë ndryshime të presionit të gjakut. Keni kujdes me bira, verë, kokteje, veçanërisht në diell ose pa marrjen e mjaftueshme të ujit. Në vend të tyre, zgjidhni frutat sezonale, shalqiri, pjepri, pjeshka, perimet, kastraveci, domatja, speci, drithërat integrale dhe të ziera, frutat e thata, në sasi të moderuar, ujë i mjaftueshëm dhe lëngje natyrale pa sheqer të shtuar. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.